Arkivoli i këngëtarit Shpat Kasapi, i mbuluar me flamurin kombëtar shqiptar, po qëndron në Pallatin e Kulturës në Tetov, qytetin e tij të lindjes. Atje do të mbahet një mbledhje komemorative për këngëtarin. Në sallë, nëna dhe familjar të këngëtarët po presin njerëz që kanë shkuar për t'i ngushëlluar. Në një video shihet edhe bashkëshortja e të ndjerit, Selvia, e cila me lot në sy jep lamtumirën e fundit, babait të djalit të saj. Shpat Kasapi vdiq më 26 nëntor në moshën 40 vjeçare pas një sulmi në zemër. Ai do të varroset sot në orën 14:00 në varrezat e qytetit në Tetov. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si Ama Do, Valle Kosovare, Dashni Palimit, Aroma e saj, e shumë të tjera. Më 2020 një këngëtari u martua me Selvie Jaos, por vetëm para një viti qifti prindër të një djali i dhan fund marrëdhënies së tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.